Fundjava javës së 10 të Serie A ka folur e gjitha shqip. Futbollisti kombëtar shqiptare Medon Berisha shpallën më i mirë i javës, sipas portalit prestigjioz italian Tuttomercatoweb, duke marrë notën më të lartë, 8. Berisha ishte protagonist absolut në fitoren historike të Lecces në transferin ndaj Fiorentinës, kur realizoi golin vendimtar që i dha skuadrës së tij 3 pikë të arta. Fal paraqitjes së shkëlqyer, ai është përfshirë në formacionin ideal të javës në kampionatin italian. Në top 11 e zgjedhur nga Tuttomercatoweb, Lecces është skuadra më e përfaqësuar me disa futbollistë mes më të mirëve, ndërkohë që Berisha është shpallur lojtari i javës. Në të njëjtin skuadër ideale janë përfshirë dhe emra të tjerë si Mark Maignan, që ndali një penallti të Dybalas, dhe Strahinja Pavlovic, i cili shënoi golin për Milanin. Berisha po konfirmon formën e tij të jashtëzakonshme këtë sezon, duke u bërë një pikë referimi për Lecën dhe duke dhënë sinjale shumë pozitive për trajnerin Silvinho në prag të ndeshjeve të ardhshme të kombëtarëve shqiptare. Një performancë perfekte, energji, teknikë dhe vendosmëri, Berisha po bëhet zemra e Lecces, shkruan Tuttomercatoweb.